Pranvera ka ardhur dhe është koha për të shëtitur në natyrë. Shumë studime sugjerojnë se ecja është e mirë për shëndetin tuaj. Por çfarë nëse ju bëni një shëtitje në park dhe flisni me një terapist? Kjo është një nga metodat që terapistët e shëndetit mendor po praktikojnë. Mjekët e quajnë atë terapia ec dhe fol. Në vend se të mbyllemi në një hapësirë zyre, seancat e terapisë zhvillohen duke ecur, thot Dennis Clark, një terapist e martesave dhe familjeve në Atlanta. Unë fillova të praktikoja terapinë në natyrë pas leximit për një zotëri në New York, i cili kishte bërë të njëjtën gjë në Central Park. Mendoj se kjo i ndihmon njerëzit të tejkalojnë shqetësimet. Natyrisht, gjatë të ecurit, trupi çliron endorfin dhe njerëzit ndihen më mirë. Pra, për dikë që mund të jetë duke përjetuar depresion apo idhërim, e ecura mund të ndihmojnë në përmirësimin e gjendjes emocionale dhe mendore. E pastaj, praktikimi i terapisë mund të jetë zgjedhja më e mirë.